Shqiptarët janë një ndër popujt më të lidhur me dheun e tyre. Çfarë fitojnë jashtë vendit e sjellin në Shqipëri, ditët e lira që i kanë, i kalojnë në Shqipëri, e mendojnë çdo ditë të rikthehen një ditë nëse piqen kushtet. E tani po i pjekim kushtet vetë. Nuk duan zhvillim, thot kryeministri. Po përse emigrojmë, po të kishim zhvillim? Ne emigrojmë pikrisht sepse na keni pamundsuar zhvillimin. Na keni pamundsuar jetën normale në vendin ton, pasurimin e ndershëm. Dhe ne na duhet marrim rrugët, ndërsa ju vidhni gjithçka që ne kemi. Ata nuk duan zhvillimin ton, ata duan tokën dhe pasurinë ton, por pa ne. Një Shqipëri e re është e paplot nëse nuk rikthehen mërgatën e vet. Dhe kjo nuk është një ëndër e parealizueshme. Është shumë e thjeshtë. Mjafton ta çlirojmë tregun nga kapja, politikën nga kapja dhe të sigurojmë kushtet për biznes të ndershëm. Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re. Njoh plot emigrant që janë kthyer me ide të qarta për biznes, me investimin e gatshëm, por kur janë përballur me korrupsionin dhe pasigurinë që gjejnë në këtë vend, janë larguar me vrap. Ne duhet ta ndryshojmë këtë, ne duhet ta sjellim mërgatën tonë në Shqipëri. Rinasi, aeroporti i miliona turistave, për ne shqiptarët është muzeu i dhimbjes. Përse ne duhet vazhdojmë të emigrojmë sikur të jemi një vend në luftë? Përse na duhet marrim gomonet si në vitet 90? Përse ne nuk mund ta ndërtojmë të ardhmen tonë këtu? Unë vetë jam emigrante e rikthyer. Doja të jetoja në vendin tim dhe u ktheva dhe nuk pranoja që të më përzinin këta kriminal. Për gjatë aktivizmit tim jam përballur me dhunën e pushtetit dhe me dorëzimin e shqiptarëve. Po kur ju shoh ju sot këtu them, ja vlejti. Ky ishte vendimi më i mirë që mund të merrja. Edhe një herë, mirë se erdhët në shtëpi mërgat, qëndrofshi gjatë!